Irani bllokon sërish ngushticën e Hormuzit, shtëpia e bardhë, Libani jashtë negociatave për armëpushim. Pak kohë pas arritjes së armëpushimit, Irani ka pezulluar tranzitin e anijeve qistern të naftës në ngushticën e Hormuzit, sipas agjencisë shtetërore iraniane Fars, lidhur me forcat e gardës revolucionare. Disa anije kanë përfunduar tashmë kalimit e tyre, por situata mbetet e tensionuar dhe autoritetet iraniane paremërojnë se çdo anije që përpiqet të udhtojë pa leje mund të shenjëstrohet. Në një njoftim të IRGC thuhet se vëmendja e gjithë anijeve të qirit persik të detit të Omanit, tranziti në ngushticën e Hormuzit mbetet i mbyllur dhe ju nevojitet leje nga IRGC përpara se të lundronit çdo anije që përpiqet të udhtojë do shenjëstrohet dhe do shkatërrohet. Shtëpia e bardhë përmes dhënëses Caroline Levitt konfirmoi se Libani nuk është pjesë e marrëveshjes së armëpushimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ndërkohë presidenti Donald Trump ka vendosur të zgjasë afatin e ultimatumit ndaj Iranit me 2 javë, duke vendosur si kush që Republika Islamike t'i japë pëlqimin për hapjen e plotë, menjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit. Teherani ka pranuar propozimin duke e përshkruar si një tërheqje poshtëruese. Sulmet izraelite ndaj Libanit vazhdojnë me intensitet të lartë, me 160 bomba u hodhën në 10 minuta, duke përfshirë dhe goditjen e një automjeti italian të UNIFIL-it. Situata mbetet kritike dhe komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet në rajon.